15 shkurt, dita e shlyerjes, sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. Levitiku 17:11. Kur Perëndia i shpëtoi izraelitët nga Egjipti, shpengimi i tyre çoi në një marrëdhënie me të. Duke jetuar në sundimin e Perëndisë, njerëzit gëzonin praninë e tij në tabernakull, por që nga fillimi, izraelitët nuk mund ta zbatonin ligjin e Perëndisë. Kjo krijoi një dilemë. Si mund të jetonte një Perëndi i shenjtë me një popull makatar? Në një ditë të caktuar të çdo viti, ditën e shlyerjes, kryeprifti i Izraelit udhëzoi nga Perëndia që të hynte në vendin shumë të shenjtë, në atë vend të tabernakullit ku banonte prania e Perëndisë, për të ofruar flijime për mëkatet e popullit. Kryeprifti merrte 2 cjep pa të meta. Të parin, ai do ta ofronte si flijim për mëkatin e popullit dhe pastaj do ta spërkaste gjakun e tij mbi pajtuesin, i cili njihej edhe si froni i mëshirës. Izraelitët meritonin vdekjen për mëkatin e tyre. Mirë po, në dashamirësinë e tij, Perëndia siguronte këtë cjap si një zëvendësues që të vdiste në vend të tyre. Njerëzit mund të jetonin sepse kafsha ishte flijuar. Rezultati i asaj shlyerjeje shihej në atë që i ndodhte cjapit të dytë. Prifti vendoste duart mbi kokën e tij, rrëfente mëkatet e popullit mbi të dhe më pas e dëbonte larg në shkretëtir. Pas kësaj, kryeprifti mund të dilte para popullit duke thënë pak a shumë këtë: mëkatet tuaja janë shlyer, gjaku është derdhur, dhe me derdhjen e gjakut ka falje për mëkatin. Cjapin tjetër e kam përzënë në shkretëtir, dhe po kështu nuk duhet të shqetësoheni më për mëkatet tuaja dhe as t'i mbartni ato si barë mbi shpinë. Në një mënyrë shumë specifike, Perëndia po themelonte këtë të vërtet thelbësore. Ai është i gatshëm për të bërë atë që është e nevojshme, për t'i sjellë mëkatarët në praninë e tij. Meqense njerëzit e tij ishin dhe janë ende të padisiplinuar, atij u desh të siguronte një flijim për mëkatshmërinë e tyre, duke i lejuar ata që t'i afroheshin atij, bazuar mbi veprimet e një tjetri. Çdo flijim tregonte përtej vetvetes, drejt flijimit të përsosur që do të ofronte Krishti me vdekjen e tij në kryq, duke e trajtuar kështu mëkatin një herë për gjithmonë. Si rezultat, ne mund të gëzojmë siguri të plot përpara Perëndisë, por kjo siguri nuk është e ne. Përkundrazi, duke pasur pra, o vëllezër, guxim për hyrjen në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, përmes një udhe të re dhe të gjallë, të cilën e përuroi për ne nëpërmjet perdes, do me thënë mishit të tij. Hebrejve 10:19 deri në 20. Kur të ndoheni të lëkundeni, të dyshoni dhe t'i shikoni veprat tuaja si bazë sigurie, kujtoni ata 2 cjep, që të dy ju tregojnë drejt veprës së Jezusit në kryq. Mëkati juaj është paguar, mëkati juaj është hequr. Performanca juaj as nuk e përmirëson dhe as nuk e prish pozitën tuaj përpara Perëndisë tonë të shenjtë. Ja se ku e gjeni sigurinë tuaj. Mbi një jetë që se jetova, mbi një vdekje që se shijova, mbi jetën e tij, mbi vdekjen e tij, mbështetet imja për jetësi.